përgjigjet pastaj. Po rezultatet janë certifikuar dhe kuvendi nuk është rritur të konstituohet. Dhe kjo që është evidente që zbardhjet këtë emër ka. Tani pse lëvizjeve vendosje po e bën këtë? E para edhe herën e parë kur ka ftuar për negociata për president, nuk është se kur lëvizjeve vendosje apo gjithë ata që thonë që i ka thirrur lëvizjeve vendosje, ka ftuar partitë e tjera. Është në natyrën e gjërave që ai që ka fituar zgjedhjet, ai që është i parë, ai ka fituar, ai thret. Edhe shumë e thjeshtë. Duke se kjo është një merit në etik, domethënë i madh në faktin që vetëm lëvizjeve vendosje pas ka ftuar, domethënë i takon e ja kanë pranuar edhe të tjerët edhe këtu jemi brenda natyrës gjërave. Tani me thënë drejtë kanë vështirë ta di se çfarë përpret lëvizjeve vendosje. Për shkak se edhe në rast se jo LDK-n, edhe kuvendi LDK-s? Po ja zëm që u konfirmua Abdigjiku. Ja po marrë një hipotetikisht që u konfirmua. Në kuvendin e LDK-s. U konfirmua. Ato votot e deputetëve do vinë delegatët që kanë votuar Abdigjikun të votojnë për qeverinë apo për presidentin? Do të jenë deputetët. Edhe realisht, ashtu siç janë gjërat, aktualisht siç kemi thënë, po themi gjysma ose pak më shumë i ka zoti Abdigjiku, po themi, ose më pak, nuk ka lidhje fare, por nuk janë mjaftueshëm për të bërë presidentin. Kushtet e AK-s lëvizjeve vendosje nuk ka, domethënë ka deklaruar që do t'i pranojë. Për PDK nuk i afruar asgjë, kështu që edhe ata kanë ndërim në opozitë edhe për hir të marrëdhënieve të ndera që kanë edhe gjatë fushatës edhe përpara, edhe kanë thënë që nuk është pjesë e konceptit tonë qeverisës se kështu me radhë, ata janë ndryshe, edhe duke në kuptuar me këtë që realisht ata, domethënë le të themi oponentin themelor kryesor të tyre shohin PDK-n. Domethënë është kështu që të thuash që po pritet kuvendi për të thirrur domethënë seancën konstitutive të Kuvendit të Kosovës, më duket se është pak domethënë le të themi egzageruar, sepse nuk janë votat, edhe nëse konfirmohet Abdigjiku, edhe nëse s'konfirmohet, domethënë ky nuk është opsioni. Në rast se lëvizjeve vendosje po pret të Kuvendin, nëse konfirmohet Abdigjiku, pastaj të ofrojë edhe AK-s të plotësoj kushtet e saj të deklaruara, ose të ofrojë PDK-s krejtësisht, domethënë situatën për dalë nga situata, është kështu. Në rast se nuk do ndodhi asnjëra dhe vetëm me pjesën e deputetëve që kontrollon zoti Abdigjiku do shkojë në seancën konstitutive dhe më pastaj edhe në proceset e tjera, atëherë kjo do thotë që lëvizjeve vendosje, siç bën vazhdimisht, që është disa hapur përpara në këtë aspekt kemi thënë, në situata zgjedhore, ajo do ndërdojë narracionin për zgjedhjet e ardhshme dhe kjo është dhe këtë mund shpjegohet pritja, se për çështjen e numrave nuk është i vetëm. Nëse këto nuk ka numra. Po. Ço do të bëj pikërisht. Nëse nuk ka numra se ka shumë të lehtë ndërtoj narracionin kësaj radhe, është pozicion shumë më të mirë. Ka të lehtë dhe se ka të lehtë, sepse varet si shikon çështjen. Në rast se domethënë do të flasim në interesin partijak, atëherë domethënë lëvizjeve vendosje normalisht e ka të lehtë thotë atë që mendon. Në rast se të flasim për interesin shtetëror, atëherë do të bëjë ofertë të sinqertë të gjitha partive politike edhe për bashkëqeverisje, pse jo? Edhe PDK-s. Po patjetër se nëse do dalim nga kriza, nëse jo, atëherë që shkëpram zgjedhje, shumë e thjeshtë. Albinat. Edhe ndaj mendim që ka qenë një situatë interesante kur zotni Abdigjiku e patë fjalimin e vet në dukjen ose